Avokat, unë po bëja me dije gjitha rezultatet dhe do t'i bëjmë, edhe t'i komentojmë dhe analizojmë bashkë. Por, së parë do t'ju pyes për një 2-3 element të ditës së zgjedhjeve, pra të ditës djeshme, dhe të çfarë ka ndodhur edhe gjatë fushatës. Më zhdukur, sikur ka pasur pak më shumë zhvillime, pak më shumë rrëmuj ose pak më shumë ngjarje krahasuar edhe me zgjedhjet e kaluara. Për shembull, janë arrestuar disa persona për fotografinë vote. Tani çdo të thotë kjo dhe çfarë rrezikojnë ata? Shiko, ajo është një sankcion. Të arrestohesh duke fotografuar votën ose çfarë rreziku marrin, po që derisa ligji parashikon që nuk do fotografuar, nuk do fotografuar. Jo, patjetër, por çfarë rreziku marrin këta qytetarë dhe çfarë rrezikojnë? Kryesisht në përgjithësi kjo është pjesë e veprës penale, por kryesisht kalohet te pjesa administrative e këtyre procedimeve administrative, me fjalë që kalojnë në një masë dënimi administrativ te pjesa penale. Por gjithsesi, me fjalë kjo nuk përbën element kjo pjesa e fotografimit të votës, ndoshta ka pas detyrim, ndoshta e ka bërë për hobi, ndoshta me fjalë edhe do të parë mënyra se si e ka bërë. Por kryesisht këta që fotografohen duhet të kapin fijen se me kë kanë kombinuar për të krijuar një kush e ka kërkuar, kush për të krijuar zinxhir. Kjo është logjika. Po ata rrezikojnë? Nëse shkohet deri tek atje apo varet? Po nuk zakonisht nuk shkohet deri atje, nuk besoj. Duan të zbulojnë ndonjë zinxhir. Shiko, këto zgjedhje janë marrë shumë me frikë, jo spaku, jo kështu. Patjetër që ka pasur një lloj interesimi dhe një lloj çdo denoncim, çdo çështje që mund të bënte me krimin zgjedhor, gjë e parë që thua ishte spaku. Si e ke parë? Duhet parë kjo pjesa e strukturës së posaçme, e cila është pjesë e task force-s, sepse është task force-a pjesa që ndjek procesin, spaku ka atë pjesën e vet krimit zgjedhor, të cilën e mbulon ajo, por që pretendohet që është si më e rënda, pa faktikisht nga gjop deri në 3 vjet janë të gjitha ato veprat penale. Kështu që marrëdhënia për të cilën po flasim tani dhe për këtë ritmin të cilin mori në përgjithësi dita e djeshme ka lënë shumë për dëshiruar me incidentet. Ato incidente me çpash ishin më shumë pjesë e mlefit, duke parë atë pjesën që nuk u organizuan dot. Po kanë qenë pra ndalo makina me para që mund të blihet vota, ndalo të tjerë në disa... Ato janë mbrojtshkulla sepse ai nuk i la që të ditën e disa fundit. zyra, jo zyra ilegale, jo... Shiko, duhet të dish, dhe ata që janë kapur me lista janë misionarë. Janë misionarë që ndjekin procesi. Është shumë e sakt që një person i cili shërben një partie, të ketë një listë të zgjedhësve të zonës dhe të bëjë sondazhin, sepse këtu është pjesa për të cilën Partia Socialiste del më e organizuar se Partia Demokratike. Partia Socialiste është më e organizuar përse... Nuk ka ndonjë gjë këtu të, le të themi, të jashtëligjshme? Çfarë që kapet me lista? Po nëse edhe është zyrtar shteti etj etj apo... Çfarë lidhje ka? Ai nuk është në punë. Jo, ajo ditë e zgjedhjeve është e diel. Ai s'ka, ai është ditët e punës që është në punë, tetorshin është zyrtar shteti. Jashtë është qytetar i lirë. Pavarësisht funksionit që ka në pjesën e institucionit. Kjo është situata. Pjesa tjetër, për të cilën mendohet, jo u kapën me para, ato janë thjesht pretekste për të krijuar incidente. Edhe pse ka pasur brenda PS-s, ka pasur debate mes kandidatëve të secilit të pjesa e rivalitetit, sepse ka qenë një maraton e jashtëzakonshme, por pak vende kandidonin shumë veta. Dhe është pjesë e listës hapur. Pjesë e listës hapur. Ajo ishte shumë domethënëse që dhe të kishte tensione. Por që në pjesën tjetër pasaj të Vorës, të cilët u krijuan ato incidente, nuk i takonte askujt, asnjërit nga forcat politike të vinin të afroshnin. Nëse ka personazhe të cilët kanë përdorur karta falso me identitete të ndryshme, aty pasaj i bie është formë tjetër me fjalë, ata mund gjeni një... Shumë të ishte me budget marrë nga KQZ-ja për të qenë pranë qendrës votimit e një personi që ndoshta nuk i lejoi. Po në qoftë se e dinin që ishin me këto dhe të njoftonin policinë, çfarë do ndodhte? S'do ndodhte ai debat, por do të funksiononte ligji. Kështu që ishin shumë të sqarueshme, por është precedenti për të krijuar një tension në zgjedhje.